Përmbytjet e fundit në Lezhë, nga të cilat u shkaktuan dëme të konsiderueshme, nxorën në pa problematika në sistemin e kullimit, pavarësisht hapjes së kanaleve përgjatë viteve të fundit. Sipas specialistëve të bujqësisë dhe kullimit, nuk janë ndjekur skema për kullimin, çka ka sjellë mos evadim të ujrave. Ato element që e sigurojnë kullimin në zonat e ulta duhet të jenë eficiente. E që të panë eficiente, të punë duhet ta marrin në dorë as kusht tjetër përveç se specialistët që kanë hartuar projektin e kullimit në këtë zonë. Çfarë do të them? Në Shqipëri funksionojnë skemat e kullimit. Këto skema janë unitare dhe nuk mund të cënohen. Çdo ndërhyrje në to për 35 vitet e fundit është bërë objekt i pengesave të lëvizjes ujit në kullim. Organet vendimmarrëse, Ministria e Bujqësisë, bashkitë, drejtoritë ujrave dhe të kullimit duhet të ulen dhe të bëjnë planin strategjik të mbrojtjes nga kullimi. Problem mbetet edhe ndërtimi mbi kolektor apo në zona me kuota të ulta, si zgjidhje specialisti bujqësisë dhe kullimit në Lezhë, Preng Marku, dha hartimin dhe miratimin në një ligji për ujin. Ka vitet tëra që nuk ka topograf që masin sa është nevoja për gërmim në gjithë rrjetin kullues, qoftë Lezhës, qoftë Kubinit, qoftë në Shqipëri. Të zgjidh vetëm Parlamenti i Shqipërisë me një ligj që do të jetë ligj për ujin, duke sankcionuar përfundimisht se gjithë sistemi i kullimit në Republikën e Shqipërisë dhe gjithë asetet që janë në funksion të kullimi janë pronën shtetërore dhe janë të pacënueshme. Ky ligj do të bëjë që gjithçka që është ndërtuar mbi për 35 vite duhet të vihet dorë. Nëse ti thu se banorët e ish knetës, do thotë që aty ka kanë knet dhe nuk është e pamundur që sigurohet për 12 muaj kullimi i ujit. Lezhë dhe Kurbini ishin ndër zonat më të prekura nga rreshjet intensive të shiut gjatë këtij fillim viti. Si pasojë e vërshimit të ujrave u përmbytën mbi 4500 hektar tokë bujqësore dhe rreth 300 banesa, duke shkaktuar dëme të shumta dhe vështirësi për banorët.